politik fushat për një kandidat jo politik nuk bën dot fushat për 39 ditë. Nuk bën. Është aksion. Hajde bëjmë debat për duash. Po PD as i kandidat politik me të çorrentim që ka. Ajo është tjetër gjë. Një kandidat politik ka shumë më kollaj se kandidat politik. Një sekond, Tamarezi, ka dhe një gjë. Partia Demokratike nuk ka nevojë të nxjerrë sa kandidat në këto zgjedhje. Partia Demokratike dhe opozita në tërësinë e vet ka nevojë të riformatoj propozimin opozitar, të ristrukturojë një koalicion opozitar, të gjejë modalitetin e duhur për të dalë një opozit me një lider opozite që nuk është kryetari i Partisë Demokratike. Okej, kjo është diçka që fillon debati, kthehemi aty ku ishim para zgjedhjeve që tham, nëse zoti Berisha është kandidat për kryeministër, ne si djathtas nuk e pranojmë dhe gjithë partitë e reja. Pse? Për 1000 arsye nga viti 2013. Po kërkon pamundur më duket, kështu që e lëm një herë tjetër. Jo. Sali Berisha po kërkon pamundurën, duke pranuar kandidat. Sali Berisha ka thënë do jetë kryetari i PD-s edhe në 2026. PD-s, unë tash i opozitë. Po dakor më, po ai opozita do ketë PD në Lokomotiv. Jo, opozita, është djathtas. Po Lokomotiva është PD-ja. Dëgjoj, shumë shkurt, shumë shkurt. Një minutë, lutem se s'kam shumë kohë. Po, mos marr shumë kohë, pajtohem me konsideratën e kullurit për dy edhe për Asimin dhe për Çepanin dhe unë i njoh personalisht edhe kam një lloj raporti me to, por këtu problemi nuk është tek individi, se individ të ndershëm, intelektual të mirë për të nxjerrë për kandidat nuk ka pak në Tiranë, ka plot. Nga dyja palët. Përderisa do ka shpejt dy emra. Problemi dhe thelbi i problemit për mua e para herë është që këta po tentojnë ta shesin sikur po bashkohet mundësia me Partinë Demokratike. Po ky nuk është rasti që 1+1 bëjnë 2. Këtu 1+1 bëjnë 1 prap. Se këta ishin bashkë në zgjedhjet e fundit. Në shtim sa votave që mori kandidati i Bashës, Beko, Agroni ishte aty. Pra nuk mund të themi që tani 40.000 vota që mori Agroni ose 25.000 që morin Tiranë do i bashkohen. Dhe Agroni merr vota që se merr dot Berisha. Janë aty. 1+1 bën 1 të rast. Pra po thua diferencë është aq e madhe sa kushdo që të jetë kandidat. Pa nuk diskutoj, dhe thelbi është ky që e para herë nuk e di sa mirë do e presin lobët brenda Partisë Demokratike një figurë nga jashtë, sepse aty brenda duan të djegin njëri tjetrin, duke dashur të fusin Joridën dhe Ali Mehmetin që t'i heqin qafe, ose duke dashur të fusin ushtarë të tyre klanet brenda për të ngritur figura të tjera brenda klaneve të tyre, dhe kjo mund përkthehet në një problem. Dhe e dyta është ajo që tha Rezi, a e karikon dot një lloj partinë, strukturat, një njeri që vjen nga jashtë se sa një njeri që është nga brenda? Edhe kjo ha diskutim. Pastaj tjetra, të dy personat janë super të nderuar në fushat e tyre, edhe analitike, dhe publicistike, dhe arsimore, dhe shoqëri civile kështu me radhë, por nga ana tjetër karizmën e leadershipit dhe të njeriut politik që e ka yllin në ballë, që të bëjë diferencën në mënyrë apokaliptike, nuk e shoh. Nuk e kanë. Okej. Jo, pra jo, pa jo ka ushtrin. Ka ushtrin. Problemi është që është struktura. Zoti Kthuppi, shumë shkurt, në 6 bashki, më jep një prognozë të rezultatit. Po ta bëj kështu në kontekstin historik, në 35 vitet e fundit, në asnjë rast opozita nuk ka fituar një palë zgjedhje pjesëme vendore. As në mat? Në asnjë rast. As në Dibër. Asnjë rast. Okej, pra rezultati është i parashikuar. Kasë për pjesët vetë, unë do më lesh të vetëm një gjë. Po shumë shkurtë se kam kaluar Nëse unë minutat. do isha një nga dy kandidatët, nëse unë do të isha një nga dy kandidatët, do të pranoja një ofertë kandidimi me një kusht të vetëm. Që kandidati që është kandidat për zgjedhje pjesëme 2025 duhet të jetë kandidat për zgjedhje 2027. Okej. Faleminderit Kthuppi. Ali, të lutem, nëse kë do preferoje, si ish demokrat po ta bëj këtë pyetje, kë do preferoje që opozita Tiranës dhe të dy figurat i njoh shumë mirë. Zoti Asimja hyn te njerëzit e suksesshëm të këtij qyteti, të djemtë e mirë dhe djemtë e shkathët. Te gjakovarët e suksesshëm Tiranë. Të Tiranës. Unë do të dëshiroja shumë nëse do të ishte zoti Asimja kandidat, por me kushtin që të reformonte Partinë Demokratike dhe të kishte një rol mbas këtyre zgjedhjeve në Partinë Demokratike për të qenë një nga personat politik të opozitës, do t'i bënte mirë
opozitës dhe gjithë Shqipërisë nëse do të kishim një figurë tillë. Kopi numër 2. Faleminderit Valteri.